Baba thoj ke duhet me punu me pas shumë pare, se s'ka mja ja hu për rancin peshën e fjales njerit të meqëm. 13 vjet i kom pas kur baba më ka shti me kosit livave. Unë s'mojsha, e as nuk disha. Pa i thoj ke duhet me provu. Ja, që ta fryën e, tash edhe t'i shurdoj vesh. Hajde ti. Vesh frymë. Bardhe bo, hajde fry ma shpejt. Edhe pak ma shumë. Kërë kushë ecje. Bardh! O qike jeme, o qike. Apo m'doket a e ke nisi shpef me pi cigare kove të fundit? Po doket. Kove të funit. Po edhe me më dok nuk është mirë. E lemu së është e vërtet. Rita. Qka Rita? Që sa e nje Ritën ti? Që në rritë mëre? Ritën, klientën tonë, menaxherën. Pas sa që një. Shtove që klientë e kam. Po mëne, klientë të regullt. Pse? Ishin bo bashkë me një kompani, po vike ajo këtu për me ndërtu lagje për shpi. Lyp ke toka. Ku për të mërti këto? Rita dhe më kalzoj qatë dite që e qova në zyre me taksi. E më nalit e një tokë, të toka e djemve të Farukut. Fotografoj ke. Qërit Faruk? Farukut pompës. Djemve pak pashku të rethi aty, pak pashku të pompa. Po. E ku për të këto? Rita dhe më kalzoj, edhe ma ne e dita toka e kujna është. Ane pra ka punë e kry me kje? Jo. Pse? Ish problem aty mes vlezërve e një motër. Nuk ish bashkë e thjesht. E ku vetën ti këto? O Leo. Ani dhe? E ta shka? Tash më kalzoja e edhe tjera sene. Jo pas këtë folë gatë, po më doket me ta që më ka kalzoja. A që dhe folë? Po, më tha që u konë një klasë me lumin. Merë dhe interesant. Unë e u bona këshepedi, po merë dhe interesant. I du këtë kënash? Anja, po dëmë folin e me të? E dalim me pim në i kafe, a te ke fundit të shkojmë zyre. O Bardh. O Bardh.
Ha. Falë. Foljen e me të? A jeni njëni i lirë? Po, kjo është, po. A shkojmë pra folje me të? Pim nej kafe. A në zyre i shkojmë? Jo, në zyren. Kafe në ashti, po. Leo. Ubo, hajt. Kur gjo? Folë mëre? Jo, bardh. Kur gjo, ja? A je mirë? Mirë, faleminderit. Ti si je? Për ku? Kur se kuptesha se shumë i vogël. Sot e di, sot sakte kuptoj çka ka pas me fol atëherë. Doj keme me mësu shumë sene, se unë isha maj madhi pe fmive edhe pse isha veç 13. Ka fol ka i sytja këqësha, e veshti bëjsha 4. Sot ai nuk është, po unë kam shumë sene prej ti. E shumë bukur jetu dok. Faleminderit. Mos më thuaj që të ka marrë madhe shumë për mu. Po, gjithë. Niza, a din që ka 3? Jo, se di. Hajtë mosh mja shëllo. Ke fitu nëj projekt? Po, projektin, po, për projekt po tjetër, se projekti po tjetër. Ke ble nëj kërë? Pa kena kjerën, da e thajtë së një bëjt, tash nuk më vynë më 10 kjerë tjetër. Po di bre, hajtë kalzam. Jem të ardhë në Kosovë. Vendosa, sot e mora pushim jem të ardhë. Kur e more pushim në atje, folëm t'i stajtë që kom pushim? Sot u mora vesh, vendosa një javë, po kam nevoj pak për pushim, po me tregu drejt edhe për nonëm ka marrë modhe. Po du me pa edhe atë pak për shtabë, po. Ani, mirë bën, se me të kalzu drejt valla, po mdo këtë po mërzitet pak. Mirë bën që vjen. Vesh nonë po mërzitet, a? Ona, për nonën kem të folj. A din qysh, edhe pse si a mën ti me shku, se i kishe pëlqy nonës pak, plus edhe një pojen ekstra të vëneki. A mën? Ka menu që është me rëndësime të pëlqy veç ty? Po, zemër, që ajo kryesorja është. Ama, hej, më falë se jam të më thirë për një mitin të na me shku loshk. Shijemi sun, okej? Okej, të dua! Të dua. Një me? Qa po atë ti për ditëlindje qikës që dole jashtë qa që shqetsu? Kur gjo? Jo, nejsan. Inshallah s'ja u prish disponimin juve. Po jo, nuk është probleme, ana ke prish neve disponimin, ti shumë i shqetsum ke. Po, puna e punës, shto. Bardhe, ku është fundit jesh shumë i stresum. Qa do që ki problem do është me folë, qka u bo? Më kalon, bre. Stres, po më kalon. Bardhe, nuk është stres më kalon, se unë e po të shosa i stresum por ren. Diqka ka, falje mo. A dit lindjet qikës, më ka orë në SMS në telefon. Qëfar SMS? Që? O parët, o token. Ama s'pe kuptoj. Po, s'pe kuptoj asone. Ton ditën e kom thirë sot, s'ma ka qelë telefonin. Në është ta gabim. Po të ka mundësi gabim, është ti s'kina i sanë të bëjsh me këto punë. Edhe unë po menaj që është gabim. Ama pësë po shkën polici me lajmëru? Aj me numër të pas ka që SMS? Po, jo, po pres, nëse bëhet ma serioze puna që atër shkajnë polici. Tash, qysh, qa mi e thonë policisë? Po dhe ka logik, së mërët me konë gabim. Folje me na i konë këtë punë?
Me nanën ose me lumin. Me kërkan, veç me ty. Në kam bërtë. Qa do që ki problem, qa do që është të mundu, për qëfar do të shofë taj problem, do është me folë me mu. Na duhet bashkë mi zgjidh problemet, jetu majtë shumë ngarkesë të madhe. Allo? Po? Që mirë ti? Po, këtu jam. Po. Kush ke? Graniti. Graniti o aqës, a? Po. Që i pas karon me në ti? Se dite, edhe mu po më duket interesant. Tha jeni aty, tha, du me dalë pak. Hajri sholla. Non? Qa bone ti? Hes bardh që? A fole me lumin? Me lumin? E thira ma herët, po nuk më lejmru. Në shtau konin zënd me punë. Aha. Pse? Jo, kur gjo, veç veta, kështu, mos ke fol me ta. Jo. Në shta më thirë ma vonë, kur të lirohet prej punës. E ti? Qka bone sot? O lodhen punë? Punë që ashtu Ah, nanë, po, rutinë. Po, Ha? më thiri graniti nanë. Graniti jona? Po. Jo gjësa? Tha, a jeni aty, tha se du me dalë pak. Shumë mirë djalë, shumë mirë. Po afrohuni pak. Mirë pas ka bo që t'ka thirë. Po, atë kalzoj pse? A veç për qefa? Jo, nuk më kalëzoj kur gjo. Veç tha, a jeni aty, tha se du me dalë pak. Kur pa të ndalë prej këtu, shumë keq o një baba jatë. Mendoj se ka bo zgjidhje të mirë. Kështu që janë rahatu edhe ata, edhe na edhe. Qka me bo? E moj men pak. Po. Jo shumë. Amo nuk e di pse janë largua ata, pse janë ftuf, pse nuk kam fol kaq vjet me neve. Baba e ka pas veç për mirë. Mëre birë. Nuk janë krejt njerëzit njëjtë. Bile, baba jotë ja fatlon dorë aty në këtë punë. Qfar pune? Po këto de, kur pa të në vendos me dalë prej shpijes, ju pa thonë, që doni me nejtë ju në shpi rëni. Unë e dalë, veç am një parët. Po ata s'patën pare edhe vendosën me dalë. Po diqysh, gjithmonë mend këtu i kanë pas. Diqysh gjithmonë të paknaqën. Po, as baba s'ka pas pare. Jo, Unë e moj men burgjin sa ka hek me këthy. shumë. I ka non. Hajde birë, hajde. I kemi këto dy lloje, do me thonë, të shtëpive. Ka so metra katrore, qëfar masish kanë?
Kjo është 150 metra katror, tjetra është 250 metra katror. Po çka është e mira, dyjat janë më abar. Edhe kena peshin jashtë, edhe i kime full gjelbre. Mirë. Aja kanë fillu me jetu njerëz, a nuk u ndërtu hala lagje? Po, kjo si lagje u shumë mate. Na kena edhe lagje tjera, po të bjen pak si shumë me prit. Se edhe aty ke lloje të shtëpive shumë ma shumë, po për që ato veç këta dyja na kanë metë këto. Mirë, po nëse vendosi veç me marrë diçka një më përcaktu, qësh është mënyra e pagesës? Kena disa mënyra që mund është me bo. E ki ma afat gjatë edhe ma afat shkurt. Po normal bjen ma afat shkurt, ma shpejt me pagu edhe është diçka ma mirë për ty. Po, e qafem. Fletë po se du se kështu në rregull është me letra me kontrata. Po, këto kreti keme normal me kontrata me kret, veç se hipoteka është e na deri momentin që e kryen të pagesën e fundit. Momentin që e kryen të pagesën e fundit, me njëherë automatikisht del pronësia në emër t'juj. Po, e kuptohet. Në falë se t'lodha dhe një pyetje. Jo, mos tani. Kompenzim, a heni? Qysh po mendon kompenzim? Po mënej me jep tokën në për ndërtim, as ne me marrë banesa, shtëpia, çka do të ndërtohet? Po nave që kemi fillu negociat me një familje për tokë. Okej. Edhe na ka dalë diçka një farë probleme me tokën, diçka me një familjar të tëne, edhe tash na u ka nalë pak si punë. Për pronësi? Po, për pronësi. E me neve kësi probleme s'kene? Për këta do të me bisedu edhe me shefin, po edhe pse kena pak si problem, po do të me Sa këqyrë. është najvar problemi, gjithmonë ka zgjidhje, varet sa e lyp, sa se lyp. Mundemi me këqyrë dhe mëna me bisedu prapë. Kur do që... ka do një minutë? Po, që veç pak. Më falë që tëmë. Mos tani... Shumë arrogant u kalëzu pjedet. Po bre? Që shfar njeri këshirja tokën, sa tokën e ka. Edhe në vend që me shfridzu rastin, shkon punon të aksest. O, si shtu ka veqetina. A? Si shtu ka veqetina. Pse, kuj? E kish kë një vla një motër tjetë. Ky? Po, po. A së është visetia? Jo, mëre. Po. Edhe, plus i kish 100.000 telashe tjera. Jo, be, fartë që këtë lasha? Jo, be. Po, mërëm në alin janë e tha sa kini punta që atë. A i tha e kina në shku kontrat për një vjetë. Jo, nuk i thash. Puno, hëtë, pli. Se ka gojle tjera. Jam me orar të shkurtum edhe s'po ka punë edhe ashtu po bona nervos. Po bre shumë e ki që të punë nervos të s'far shpejt bovesha. Ani, a do me dollë ti hish knej? Pse, o punaj se në? Jo bre kur gjove që po veti kështu, a do me ardhë ka shpia. Po, ta shoh kur për marrë pushime sene, do t'jetë për mënej që kisha ardhë. Pse po thosh, shka ka ndodhë? Jo bre kur gjove që me qëta punëtur qëtu, që e kanë marrë tokën. Okej, ani u bo. E po mboj nervos, po mu i boj, hesh. Shka po mirë është me ta? Më dorë mo, lejnë ta bojnë punën e vetë. Po s'po ki qare, vla. Në bërtonin s'po t'lojnë rahat, s'po mu i menajt me gru, me fmi rahat, tu mi lëshu syt. Po hajde se bëhet qarja për leja, hiq valla ila, a kina i plan t'i për veti, sot, ti shka ta me bo, kalëzën. Sot, se di, hesh. A di qa ka tre? Hajde që e dita që ka të shka tre, ha? Më thiri graniti i Agjës. Mo bre, pse? Se di, tha, aji aty tha du me dal pak. Hiq bre si besoj që ati, që Allah së është në i sens serioze, bre. Ti shë me prit njëre. Jo be, se di aso në vesh. Më që diti, edhin, që sas nga ka thirë, tha. Hajt, folë me to këshur, me bë vesh, po të fola shumë, qikën pos ma shumë, me to hajër kofti shoka. Ani. Hajt, shimi se që tu i prit, po, tu i prit jam me dalë që tash. Hajde. Ciao.
Krejt qytetin nga dëni me marra. Psa ke qenë atë bua? Prej që kena orë nga si kompani, qyteti krejt pomje tjetër ka marë. As përshë sa zbukurua. Jo, po, e vërtet. Një me falimderit shumë për adet. Për cilën ditë? Adet që më bune zgjidhje, se isha te për vonë për punë, edhe s'kisha qa me bu. Jo, nuk ka lidhje, më stanin, pa me rak. I kishe edhe babën spital. S'ka lidhje, ta vën puna. Edhe bardhe shumë njeri mirë, si figur e kum njoft kështu pas më patro me taku. Po, edhe bardhe shumë i mirë, po qëta shi ka do probleme pak e... Po, a qëfar probleme ashto? Jo diçka të madhe kështu ku me ditë, po prej që ka dek baba, ka ndryshu si njeri, nuk është më i njëjti. Pa i du të me kuptu se shumë normal është. Po. E ma tokën që patët problem Rita, mujtet me zhjith problemin? Për cilën tokë? Që patët probleme legjitimim? Në proces janë. E një me leo ku pedin të këtë sanë. Bardhe më të regoj. Po, Rita, me dalë me pi kafe në i det, unë e ti bardhe, a je i lirë? për? Po për qef, laf, muhabet, jo diçka. Unë jam e lirë veç kur dalë me nënshkru kontrata. E për punë? E për punë gjithmonë jam e lirë. Okej, në rregull. Kurri huj i joti nuk bëhet. Qështu thoj ke baba. Po na jena konë 3 atëherë. Nuk kena mujt mi kuptu mirë. E tash që jena rritë po. Po tash, aj nuk është mo. Konat mira jenë konë. Shumë. Pa të rejnë erë baba fort. Bashkë që aty ku jeti ullën. A e din? Po e di saktë më kujtohet. A e din arsyena veç po të kujtohet? Ma shumë arsyeja më kujtohet, se sa ato momente tjera. Kur nuk e mbrojnë a njoni tjetrin, kush me na mbrojt? Nana, ta bëj një kafe? Jo, Art, s'po muj. Kom pi ma herët. Aj? A më s'ke folë me fluturën sa da? Jo, sot nuk jom një heq me të pse? Jo, veç tash. E kom thirë lumin ma herët pas ma qeli. A më ndej kur e ka pa, e më thiri edhe falem. Po mos i thirë ta në kohë, një nonë, se sigurisht u konë në zonë në punë. Aj kur është i lirë po të thirë vetë. O, po harroj më jartë. Edhe po kom qef me folë, jartë. Po e di, oj, nanë e di. A din qka? Unë e po dalë jashtë në borë t'i shoh punëtorët qka po bojnë. Jo, nanë mos delja dhe pak. Se? Se graniti ka ardhë. Jo në të bo diqka mua bet me bardhin. A ka ardhë graniti, a? Pak me herët. Valla, kur të vjen kë bash për hajrë nuk vjen. Gjithë diqka ka.
Ku me ditoj nun që a i kanë punë të veta? A i vete me pia po dojnë i sen? Jo, Kafe, valla. a i vete? Jo, nuk i kam vetë. Pse? Se doljen me njerë me heca një nalë ka toka. Nuk ujdo në bërheq. Valla, hirës për mdo këtë e hajrit kjo punë. Gajle për ja ka më jartë. Jo bre më zbaj gajle të hujate. Se ti. Nana më duket është tukaj qika? Po, valla. Se i kry tani. Qysh ja po me ti ma se tani unë e erdha. Problem. Shumë problem. Qka problem? Puna e tokës është problem. Dikush e ka e s'din me majt. Dikush që se ka e ly. Problem. Edhe ata që e kanë, nuk e kanë fitu let. Edhe kur e din krejt se qysh e kanë fitu. Shumë e monë në mend të qitë punën e tokës, interesant, trashëgimise. Krejt. A i sigurt që krejt. Qaq so di, qaq bëll është. Që aty është e vërteta. Interesant. Ku po do me dalë granit? Qa po dënë? Nëse ata punëtorët, qëfar marrëveshje këni mo? Si gjithë. Marrëveshje po besë, kështu. Me punu tokën për një vjetë. Me kënë, po të besë, me kënë e kam bo marrëveshjen, me tyja me kënë. Normal. Me neve, me nanën temë. Pas vdekjes të babës, nana trashëgimtare. Po, me fjallë është e vërtet që është i bjenë, të naherit i ka ro. Me letra. Me letra, me fakte, me krejt. Toka është e jona, krejt e din. Gjej letrat, Bartë. Gjej letrat. O granit, toka është e jona, të thash. Atë ka orë një mesazh këtë ditë, kallëzëm? Gjej letrat. Letrat! Gjej letrat! Ky është njëri prej atyne momenteve që të munën. Diçka ki, e ki një gajle, një stres. Nuk e din çka, po rahat nuk je. Shumë jam lutë që si momente mos me pas kur. Thojsha garanti ka kry baba krejt punë. Po baba nuk është mu. Shkoj.